Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin e radhës Rishtazi. Sot do të kemi një fokus në politikën e jashtme dhe sigurisht siç edhe mund ta parashikoni jo rastësisht. Bota në fakt është duke u lëkundur seriozisht me atë se çfarë u tha në Zvicër në forumin ekonomik në Davos, sidomos nga presidenti Trump, por edhe nga një sër liderësh të tjerë të rëndësishëm. E para që të gjithë e shikonin me vëmendje ishte se çfarë do të thoshte Donald Trump në lidhje me Grenlandën, nëse do të kishim një pushtim të stilit siç ndodhi në Venezuelë, apo do të kishte një tërheqje. Në fjalimin e tij, në fakt, kishte siç u përshkrua një reflektim ose një shfaqje për shfaqje të forcës të madhe që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, vetëm pak orë më vonë, kishte një tërheqje. Thuhet se ndoshta ka një marrëveshje kornis me atë se çfarë do ndodh dhe si do të vendoset Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Grenland. Kjo mbetet për të shikuar, por diskutimi i madh ishte se nëse rendi global, ai që ekzistonte, ato marrëdhënie ndërkombëtare që ne i njohim, janë lëkundur seriozisht ose jo. Dhe bëri përshtypje pa diskutim fjalimi i kryeministrit kanadez, i cili në një farë dhe mënyrë tha se bota duhet të përballet dhe ta shikoj realitetin e ri, ku ky rend global nuk ekziston dhe siç tha ai, nostalgjia në fakt nuk i bën mirë askujt dhe të fillohet të shihet mbrapa dhe të thuhet sa mirë ishte. Pra jemi tashmë në një realitet të ri ndërkombëtar. Dhe sot do të sjellim një intervistë me Enver Obelin, i cili është redaktori politikës së jashtme në gazetën e përditshme zviceriane Tages Anzeiger. Pra, do të shkojmë në Zvicër aty ku ishte edhe gjithë diskutimi global i këtij fenomeni ose i këtyre ngjarjeve që po lëkundin botën. Por me Enver Obelin, me kolegun tim, do të flasim edhe për atë se si duhet të pozicionohen vendet e Ballkanit, vendet e rajonit, vendet vogla, ndoshta jo shumë të fuqishme, as të mesme, siç tha kryeministri kanadez, por me një pasiguri të madhe. Çfarë duhet të bëjnë vendet e Ballkanit, të jenë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo me Bashkimin Evropian ose dhe Europën? Por ja, të ndjekim lidhjen me kolegun Enver Obeli. Kemi tashmë në linjë Enver Obelin, gazetarin i cili është në Zvicër, dhe Zvicra pikërisht, pra siç thash edhe më herët, ishte në qendër të politikës globale. Enver Obeli, faleminderit shumë për këtë lidhje. Faleminderit ty. Me njëherë dua të filloj me pyetjen e madhe se cilat janë reagimet, çfarë nuk shohim e çfarë nuk dëgjojmë nga ato se çfarë flitet në Davos, ti je në Zvicër. Gjithë bota është ngritur në këmbë, si mund të thuhet. Cilat janë reagimet deri më tani sipas teje? Po, fjalimi i presidentit Trump është pritur me shumë habi për shkak të kritikave të tij frontale ndaj shumë vendeve të Evropës, por në anën tjetër vërtet një lehtësim sepse spaku presidenti Trump nuk kërcënoi me një aksion ushtarak për të marrë Grenlandën. Dhe duket që këtu luajti rol shumë jo vetëm presioni evropianëve, një rezistencë bukur e fortë e evropianëve që po që se ndodh kjo do të ketë një krizë shumë serioze në marrëdhëniet transatlantike. Po mendoj që edhe disponimi i opinionit amerikan, një 2/3 të amerikanëve nuk janë të entuziazmuar me këtë ide të presidentit Trump kur thotë ma japni atë copë akull, siç e quhen ai Grenlandën. Dhe një rol që nuk duhet nënçmuar është që zhvillimet në bursë pati trende negative dhe dihet që zoti Trump ka një sensor shumë të kujdesshëm sa i përket zhvillimeve në bursë, që ishin një mori faktorë të cilët tani për tani ndalën zoti Trump nga kjo aventurë e re, nga ky tensioneri. Por reagimet janë të ndryshme, natyrisht që në opinionin zviceran për shembull nuk është pritur mirë Trump ashtu siç është tallur me presidentin francez, tallur edhe me presidentin e dikurshme të Zvicrës, me cilën vitin e kaluar ka pasur një bisedë jo aq të këndshme sa i përket ngritjes së tarifave ndaj Zvicrës dhe këtu në media kishte natyrisht reagime të ndryshme, ndërkaq qeveria e Zvicrës është shumë e kujdesshme që të mos provokojë situatën dhe nuk ka reaguar, por një zëvendës i
ish presidentës e Zvicrës, e cila është edhe ministre e financave tani, tha në mënyrë ironike që ne nuk do flasim, por besojmë që populli zvicran do të di ta kualifikojë si duhet qëndrimin e presidentit Trump. Ai në fjalimin dje sigurisht në Davos u përqendrua në Zvicër me zbulimin e diskutimeve ose çfarë kishte menduar, por në fakt nuk ishte vetëm zbulimi këtyre detajeve të bisedave që ndoshta disa herë konsiderohen konfidenciale, zbuloi se çfarë kishte shkruar me Macron, me zyrtar të tjerë. Megjithatë, si e shohin liderët këtë lëkundje të madhe që presidenti Trump bën? Një herë kishte frikë se do të sundoj Grenlandën, pastaj u tërhoq, ka një marrëveshje, po që nuk jepen detaje, marrëveshja thuhet se është kornizë. Çfarë thuhet përtej asaj që ndoshta raportohet, sepse kemi një situatë me një politikan që është absolutisht jo tipik. Jo tipik ndoshta është më e pakta që mund të thuhet. Nuk ka ndonjë detaj se çfarë është marrë vesh me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Rute, i cili njihet si politikan që ka një lidhje të drejtë për drejtë me zotin Trump. Rute është jashtëzakonisht i suksesshëm si ledhatues i egos së presidentit Trump. Ai nuk e ka fare këtë problem. Mendoj që është mirë në këtë situatë që ai është sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ka disa supozime që mund të ketë një marrëveshje ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës të marrin disa baza në Grenland dhe këto baza të shfaqen si zona eksterritoriale, domthonë të gëzojnë si thua një status diplomatik, ashtu siç janë ta zënë bazat e Britanisë së Madhe në Çipër. Por mbetet për të parë në ditët në vijim se cila do të jetë marrëveshja në këtë drejtim. Po mendoj që arsyet që përmenda më herët, presioni i madh edhe i evropianëve, natyrisht që ka detyruar presidentin Trump tani për tani të rriqet. Enver Obelli, sigurisht këto janë reagimet shumë pa parashikueshmëri, por pyetja e madhe që bëhet dhe ndoshta e shtroi më së miri kryeministri kanades Mark Carney, për të cilin thuhet se pati një fjalim gati historik që do të hyjë në studime në analet e politikës së jashtme, por fjalimi i tij kishte një dilemë të madhe. A është shkatëruar rendi botror siç e njohim? Është në shkatërim me sipër dhe gjithë kjo situatë më kujton pak Antonio Gramsci, publicistin e madh italian të viteve 20 dhe 30 të shekullit kaluar, i cili thoshte që vjetra e deri tani apo vdes, por jemi në pritje të lindjes së diçka të reje dhe në këtë situatë jemi tani, nuk po shohim që po lind diçka e re. Ka disa përpjekje nga ana e presidentit Trump, por momentalisht është një status quo, një situatë e pritjes dhe këto janë zhvillime interesante, jo në kuptimin pozitiv, po them në kuptimin negativ, zhvillime interesante, të cilat sigurisht do të prodhojnë një rend të ri dhe nga ky rend i ri natyrisht do të kërkojnë një pozicion shumë të fuqishëm shtetet e fuqishme, duke e injoruar rendin multilateral dhe në këtë drejtim kryeministri i Kanadas mbajti një fjalim i cili është quajtur historik për shkak se tha që në një botë ku vetëm fuqitë e mëdha vendosin dhe të tjerët duhet të vrapojnë pas tyre, kjo natyrisht që nuk është një botë e drejtë, nuk është një botë në cilën njerëzit do ndihen shumë të lumtur. Kjo ka edhe efekte shumë negative, sepse kemi parë që acarimi i raporteve mes Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe Kanadas përmes këtyre provokimeve të vazhdueshme të presidentit Trump, herë duke quajtur si shtet që nuk mund jetojë pa Amerikën, ose si shtet që nuk ka ardhmëri, si shteti i ardhshëm amerikan që ka ambicie ta marrë. Natyrisht që kjo shkakton tensione të mëdha brenda një shteti siç është Kanada, që është një shtet serioz, dhe kemi parë që javën e kaluar kryeministri i Kanadas vajti në Pekin, takua me liderin kines Xi Jinping dhe arritën një marrëveshje për një partneritet strategjik. Domethënë, sa më shumë që acaron raportet mes
partnerëve transatlantik, do të ketë edhe shtetet të cilat do të afrohen me shtete autokratike siç është Kina ose vende të tjera. Ka paralajmëruar edhe presidenti i Francës, i cili sa që mund të ketë edhe investime strategjike të Kinës në BE. Kështu që është një botë në rrëmuje sipër në pritje të një rendi të ri botëror. A do të arrihet kjo të krijohet brenda 3 viteve dhe sa i kanë mbetur presidenti Trump në pushtet, mbetet të shihet, do të thaj do të dëshironte natyrisht të kishte edhe një mandat të tretë. Shpreja Antonio Gramscit është thënë kur linte fashizmi, urojmë që nuk do ndodh një botë e tillë të tmerrshme, apo jo? Po, kjo du t'jetë shpresa jonë e vazhdueshme, dhe natyrisht që po flas për ekstremizmin e djathtë, nuk jemi në një fazë të fashizmit, por në një fazë të populizmit të shumanshëm, natyrisht që gjendemi tani. Enver, kryeministri kanades Carney fliste për fuqitë e mesme ose për fuqinë e vendeve të fuqive të mesme, që gjithashtu mund të kenë një peshë, por vendet e vogla çfarë duhet të bëjnë sipas teje në një situatë të tillë, dhe këtu kam parasysh Ballkanin, vendet tona, rajoni që disa herë funksionon bashkë, disa herë funksionon veç. Si e shikon ti këtë situatë gjeopolitike në raport me vendet e Ballkanit? Çfarë duhet të bëjnë këto vendet tona kur shohin lëkundje kaq të mëdha? Jemi ne të përgatitur për prishjen e rendit ndërkombëtar siç e njohim deri tani? Për vendet e vogla natyrisht që është një situatë shumë e pakëndshme, sepse gjendet gjithmonë para dilemave se si të orientohen. Për vendet e Ballkanit, shumicën po flas për vendet perëndimore të Ballkanit, ka qenë deri më tani shumë e qartë, orientimi ynë është transatlantik. BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një agjendë të përbashkët, kështu s'paku e kemi shikuar me dekada të tëra. Po ky kundrishton dhe shohim që për shembull presidenti Trump shpesh BE-n e shikon si rivale, si kundërshtar. Nuk po them si armiqe, po kundërshton si krahasën ose konsideron si kundërshtar. Dhe kjo natyrisht që ngrit shumë dilema mes vendeve të Ballkanit, mes orientimit të tyre gjeostrategjik. Po unë mendoj që në këtë stuhi dhe në këtë rrëmuj të madhe të politikës botërore, vendet e vogla është mirë të mos renditen në rendin e parë për të pozicionuar shumë qartë për ndryshimet gjeostrategjike, po të qëndrojnë sa më shumë anash, po tjetë poshtë kjo e mundur, e kam shumë qartë që në disa raste nuk është e mundur, por nuk është shumë e duhur që të merret bajraku dhe dilet në rendin e parë dhe të ketë pozicionime aq më tepër që ta zëmë shumica vendeve të Ballkanit janë të orientuar dhe kanë si politikë shtetërore hyrjen në BE. Hyrja në BE nënkupton edhe respektimin e politikave të jashtme të BE-s, dhe në rastin e Ukrainës për shembull, edhe shtetet që nuk janë anëtare të BE-s e kanë përjashtim të Serbisë, por shtetet tjera kanë respektuar regjimin e sanksioneve ndaj Rusisë. Por në përgjithësi është një situatë shumë e pakëndshme për vendet e Ballkanit. Po, përmende Serbin këtu dhe në kontekst analizave tona që ndoshta ne i bëjmë si gazetar, na duket që Serbia gjithmonë është më e qartë në atë se çfarë do në arenën ndërkombëtare, kurse nuk kemi parë deri më tani, ndoshta analiza publike të fshehura ndoshta ka, po dyshoj, se çfarë do ndodh nëse aleatët mund të shndrohen në diçka tjetër, aleatët ku ne jemi mbështetur, me që ka një lëkundje të madhe mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne gjithmonë kemi thënë pro perëndimit, po i kemi menduar të dy këto struktura pjesë e një linje të përbashkët, dhe tani kjo lëkundet. Mund të ndodh Enver Obelli që vendet tona të vijen në pozitë të zgjedhin mes Bashkimit Evropian, mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Mund të ketë opsione të tilla, skenare të tilla, po nga pozicioni tani është shumë vështirë të parashikohet, sepse para një jave që në situatë ku mund të llogarisnim brenda 2-3 ditësh të shihnim ushtar amerikan duke hyrë në Grenland ose duke zbarkuar në Grenland dhe
tani një javë më vonë jemi në një situatë ku presidenti Trump thotë që nuk do të ketë tarifa ndëshkuese doganore për BE-n, nuk do ta marrë Grenlandën me dhunë, me forcë dhe nuk do t'i bëjë asgjë NATO-s, përkundër unë do ta forcoj NATO-n. Do thonë kjo është epoka e pa parashikueshmëri dhe mendoj që do të ishte shumë pretendioze të themi që brenda një viti ne mund të gjendemi ose vendet e Ballkanit mund të gjenden brenda një alternative me BE-n apo me Amerikën, por duhet llogaritur edhe në skenaret e tilla në versionin më të keq. Po ja, ti vepron në Zvicër, je në Zyrich, je redaktor i politikës së jashtme të një gazete teje të rëndësishme atje, të përditshme. Shikon në Zvicër analiza për atë se çfarë po i ndodh botës, duket sikur këtu ka një mungesë të tillë të një analize të tillë. A mund të bëjmë një paralele? Tani Zvicra është një vend relativisht i vogël, por i fuqishëm financiarisht, nuk mund të krahasohet me vendet tona, por pa diskutim që mund të lëkundet, në qoftë se ka lëkundje të mëdha, sidomos në fushën e ekonomisë mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si e shikon këtë element të mungesës të një strategjie rezervë, nëse mund ta them kështu, nga institucionet tona, nga ministritë tona, apo kështu është situata edhe në Zvicër, për shembull, ku paparashikueshmëria nuk lejon dot analiza? Tani, sa i përket Zvicrës, njëra ndër maksimat e heshtura të politikës zvicrane gjithmonë ka qenë derisa historia edhe zhvillimet në botë na lënë neve rehat, ne mund të vazhdojmë me bizneset tona, po zakonisht historia nuk i le rehat edhe shtetet të cilat janë neutrale, siç është Zvicra. Dhe edhe për Zvicrën kjo është një sfidë e madhe, sepse tradicionalisht është vend neutral dhe ofron vetëm shërbime të mira për shtetet e tjera në zgjidhjen e konflikteve, por nuk ndërhyn direkt në çështje ndërkombëtare. Dhe kjo është sfidë shumë e madhe. Kemi parë vitin e kaluar kur presidenti Trump tha kemi një deficit tregtar 41 miliard dollar me Zvicrën dhe kjo nënkupton që tani tutje do t'i vendosin Zvicrës 39% tarifa ndëshkuese doganore. Kjo ishte një tronditje shumë e madhe për ekonominë. Do të ishte, po të vazhdonte një tronditje shumë e madhe për ekonominë zvicrane. Pastaj zvicranët mblodhën disa miliarderi, dërguan në shtëpinë e bardhë, ja dhuruan një orë Rolex presidentit Trump, i cili është shumë i dashuruar pas çdo gjëje që shkëlqen. Dhe në një mënyrë problemi filloi të zgjidhet me premtimin që do të ketë një zbritje të tarifa në 15%, ashtu siç e ka dhe BE-ja. Por mbetet për të parë, në muajt e ardhshëm duhet të diskutohet për këtë çështje. Sa i përket vendeve të Ballkanit, mendoj që para neve po shohim një shpërbërje të rendit botror. Ne mund ta quajmë veten edhe me fat që kemi parë një botë normale dhe në vitet e ardhshme nuk do të shohim shumë normalitet në botë, por unë shpresoj shumë që do të forcohet BE-ja, dhe do të ketë një strategji për vendet e Ballkanit, qoftë në një integrim më të përshpejtuar, qoftë për një prani shumë më të madhe në Ballkan. Presidenti Trump është ankuar vazhdimisht që ai paguan shumë për Evropën dhe nëse është kështu, dhe pjesërisht ai ka të drejtë, atëherë do duhet që BE-ja të merrte shumë më tepër përgjegjësi në Ballkan. Unë vetëm kam një frikë që me forcimin e forcave grupimeve të ekstreme politike në Evropë dhe me ndonjë ndryshim politik në Gjermani dhe në Francë, projekti i zgjerimit të BE-s do të dështoj totalisht. Dhe kjo do të ishte një lajm shumë i keq për vendet e Ballkanit. Në një situatë të tillë, ne kemi një moment ku presidenti Trump ka një lloj vëmendje ndaj Ballkanit. Janë bërë ftesa për bordin e paqes për Palestinën, edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë. A është ky një moment ku megjithatë Shtetet e Bashkuara të Amerikës tentojnë që të dominojnë ose të dalin mbi ndikimin e Bashkimit Evropian? Si duhet parë kjo ftesë? Tani ne kemi parë euforinë që kanë shfaqur liderët në Shqipëri dhe në Kosovë, këtu në Maqedoninë e Veriut ka kritika pse Maqedonia nuk është përfshirë, duket sikur këto vende duan të jenë pranë Amerikës që
duam apo s'duam, e shohim me një potencë të madhe që tregon se sa e fortë është. Si e shikon këtë moment Enver Robelli? Po, ka shumë çështje të paqarta lidhje me këtë bordin e paqes të presidentit Trump. Ai si duket po tenton të krijojë një organizëm paralel ku ai mund të vendosë për Gazën. Prej 193 shtete anëtare të OKB-s, vetëm 34 kanë pranuar të jenë pjesë e këtij bordi, domethënë nuk janë shumica e vendeve të kësaj bote. Mbetet për të parë se si do të zhvillohet në javët dhe muajt në vijim. Në bordin e paqes nuk ka asnjë palestinez për të cilët flitet. Në bordi i paqes, në statutin e tij nuk përmend krimet e luftës që kanë ndodhur dhe mundësinë dhe domosdoshmërinë e ndërshkimit të kriminalëve të luftës. Dhe këtu po flas për krimen të dy anët, ndonë ka një hendek shumë të madh sa i përket timave. Ekzistojnë rreth 100.000 vete janë krahar në Gaza. Dhe 1.200 njerëz janë masakruar nga Hamasi, nga terroristët e Hamasit. Se duhet theksuar vazhdimisht që luftë u provokua nga sulmi i Hamasit, por çfarë ndodhi pastaj ishte një përdorim totalisht i palejueshëm i zonës së popullsisë civile në Izrael, në Gaza, në rripën e Gazës. Pastaj kishte ëndra të tmerrshme të presidentit Trump që do ta shndrojmë në një rivierë me hotele të mira dhe palestinezët mund të shkojnë diku jashtë trojeve të tyre. Ka shumë gjëra të paqarta dhe mua pak më befason, them të drejtën, ky entuziazmi i politikanëve shqiptar ja naftoi Trumpin në këtë ceremoni. E kuptoj unë që është shumë vështirë të refuzohet ose shtetet e vogla të refuzojnë një ftesë të tillë, por duhet pasur parasysh shumë shtete të rëndësishme, të cilat janë të rëndësishme edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë, Britania e Madhe, Franca, Gjermania, gjitha këto shtete. Italia nuk pranuan të jenë pjesë e kësaj ceremonie. Në disa shtete ka dhe diskutime, për shembull Pala Zvitrone ka thënë kjo ka ndikime juridike dhe ne duhet ta sqarojmë mas pari këtë çështje në parlament. Kryeministra e Italisë Meloni tha që potencialisht hyrja në një trup të tillë është në kundërshtim me kushtetutën italiane. Po në vendet tona për këto detaje nuk ka ndonjë interesim të madh. Me rëndësi është të fiksohen disa fotografi, çfarë ndodh pastaj është çështje paranteshme. Mandej ishte edhe më ranë sy një analizë në Financial Times, sepse britanikët kanë edhe atë humorin e tyre fantastik. Dhe Financial Times citonte një diplomat, nëse më kujtohet mirë, që ne nuk e kuptojmë si Britania e Madhe pse duhet të futemi në një bord dhe të paguajmë 1 miliard euro vetëm për të qëndruar bashkë me Putinin në të njëjtën sallë diskutime, sepse është ftuar edhe Putini, është ftuar edhe diktatori i Bielorusisë, Lukashenko. Putini është me arrest ndërkombëtar, që nuk mund të vende ta nënshkruante aktin e hyrjes në këtë organizatë. Kundër kryeministit të Izraelit ka hetime të gjykatës penale ndërkombëtare për krime lufte. Tani nuk ishte as kryeministri i Shqipërisë sot në nënshkrimin e këtij akti dhe nuk e kuptoj qartë arsyen pse, ndoshta ka pritur që s'pari marrëveshja ose ideja e tij ose letra e Trumpit që mori kë miratohet nga parlamenti. Po sidoqoftë nuk ishte kryeministri i Shqipërisë, i cili vetë fundit në mënyrë penetrante ka maltretuar opinionin me prekosje se kjo është një thirrje fantastike. Shqipëria po kthehet në ligën e parë të politikës botërore, që natyrisht është propagandë. Siç e thash më herët, unë e kuptoj që është shumë vështirë të refuzohet një ftesë e tillë, por nuk e kuptoj entuziazmin që më shumë gjon një propagandë. Me që përmendin kryeministrin dhe në fund Enver Robelli, ne pam që kryeministri ishte në shoqërinë
Ivanka Trump, vajzës së presidentit Trump. Një koincidencë e madhe, ndërkohë që në Davos po shfaqen lëkundjet e rendit botror, presidenti Trump ishte në vëmendje të madhe me gjithë shka çfarë diskutuan. Vajza e tij nga gjithë ruzulli toksor, megjithatë u gjend në Shqipëri, në këtë Ballkanin ton, duam apo nuk duam, është një moment tejet i veçantë, në mos më tepër, dhe nuk dua ta komentosh nga aspekti i biznesit, sepse ka shumë paqartësi, por këto linjat, këto lidhjet me familjar të afërt të presidentit Trump, a mund të jenë, ose a mund të përdoren diplomatikisht në favor të vendeve tona, në favor të Shqipërisë, në favor të gjithë rajonit të Ballkanit, se megjithatë është një linjë direkte shumë pranë presidentit. Është absolutisht, sepse raporti i kryeministit të Shqipërisë me familjen Trump është më shumë raport tregtar se që është raport diplomatik. Nëse kjo është çështje të cilën Emirat tonë qytetarët në Shqipëri, është çështje e tyre, natyrisht që lidhet edhe me investimet që janë paralajmëruar. Dhe natyrisht që, siç e thash edhe më herët, në rastin e sekretarit përgjithshëm të NATO-s, zotit Rute, i cili ka një qasje direkte të presidentit Trump. Nga njëherë kjo është edhe e dobishme, pozitive, dhe mendoj që jo gjithçka është toksike në raportin e kryeministit të Shqipërisë me njerëz të caktuar ose në shtëpinë e bardhë ose të familja Trump. Kështu që shpresoj që ta shfrytëzoj këtë raport edhe për të mirën e Shqipërisë dhe jo vetëm për interesat e tij të qëndrimit në pushtet, por kjo është çështje që i përket njerëzve në Shqipëri, i përket opinionit atje, sa i përket dobis apo dëmeve të mundshme nga raportet e tilla. Krejt në fund, Enver Robelli, për vendet e rajonit, për vendet e vogla të Ballkanit, a është më mirë sot të jesh me Amerikën, apo me Bashkimin Evropian, apo të heshtësh dhe mos biesh në sy? Pyetje mirë. Të heshtësh mundësisht të përqafosh vlerat evropiane dhe të lavdërosh rolin historik të Amerikës për perëndimin. Po e mbyllim me këtë konstatim dhe të urojmë që në këto lëvizje të mëdha tektonike, megjithatë vendet tona të jenë anën e mirë të historisë, dhe sigurisht qytetarët mund të përfitojnë sa më shumë me atë që mund të ndodhë, sepse siç pajtohemi të dy, paparashikueshmëria është ajo që e karakterizon këtë periudhë. Enver Robelli, faleminderit shumë për këtë lidhje. Faleminderit shumë, mirupafshim. Mirupafshim. Të dashur ndjekës, ndoqëm kështu një bisedë me Enver Robellin, gazetarin e njohur, i cili është redaktori politikës së jashtme në gazetën e përditshme zvicrane Tages Anzeiger. Ka rëndësi kjo bisedë sepse pikërisht Zvicra ishte në qendër të gjithë globit me forumin ekonomik që zhvillohet atje në Davos, dhe çfarë erdhi nga Davosi jo vetëm që ishte paparashikueshme, por ishte gati edhe shokuese, sepse në një moment bota mendonte se mund të hyjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Greenland me forcë, dhe kjo pa diskutim do të shkatëronte fillimisht NATO, por edhe gjithë atë rend botror për të cilin flitet. Nga ana tjetër kjo nuk do ndodh, por nuk dihet se çfarë situatash do të ketë në ditët në vijim, ose çfarë marrëveshje është arritur rreth Grenlandës, por pa diskutim po aq ose më shumë e paparashikueshme është se si do të sillen vendet e mëdha, fuqitë e mëdha, strukturat e mëdha me vendet e vogla si këto të rajonit. Pra tentuam të japim një pasqyrë të asaj se çfarë ndodhi dhe ku jemi ne në këtë situatë globale. Podcasti Rishtazi do të vi sërish me ju, deri atëherë, mirupafshim.